Përveç qyteteve shtetet themeluara në Mesopotami, qytetërimi egjiptian ishte një prej qytetërimeve më të lashta në histori. Egjipti i vjetër dihet këtë pasur rregullimin më të organizuar shoqëror dhe politik të kohës. Zbulimi i tyre i shkrimit 3000 vite para erës së re, përdorimi i lumit Nil, shkretirat që rrethonin vendin dhe që shërbenin si një mbrojtje e fortë ndaj kërcënimeve të jashtme, ishin faktorët kryesor për përparimin e suksesshëm të qytetërimit egjiptian. Megjithatë, ky qytetërim madhështor sundohej nga faraoni, sundimi të cilit përshkruhet në mënyrë të qartë në Kur'an si një shembull i kokëfortësisë, kryenësisë. Ky popull vepronte me mendjemadhësi kundër Zotit, duke këmbgulur në mënyrë të vazhdueshme në mohimin e së vërtetës. Si pasojë, madje edhe qytetërimi i tyre i përparuar, rregullimi shoqëror dhe politik dhe të arriturat ushtarake, sa arritën t'i mbrojnë ata nga shkatërrimi. Ndodhit më të rëndësishme të historisë e Egjiptit patën lidhje me praninë e bijve të Izraelit në këtë vend. Izrael ishte emri tjetër i profetit Jakobi a.s. Të bijtë e Jakubit formuan fisin e të bijve të Izraelit, fisin i cili me kohë u bë i njohur si qifutët, jahudit apo hebrejt. Të bijtë e Izraelit së pari erdhën në Egjipt gjatë kohës së profetit Jusuf, djalit më të ri të Jakubit. Në Kur'an, në surën Jusuf, është dhënë një përshkrim i hollësishëm i jetës së Jusufit, duke filluar që nga vitet e para të jetës së tij. Jusufi ishte përballur me vështirësi të shumta dhe i ishte nënshtruar sulmeve dhe shpifjeve të shumta. Në periudhën e mëvonshme të jetës, pas lirimit nga burgu ku e kishin futur për shkak të një akuze të rrënjshme, Jusufi u emërua përgjegjës për arkën shtetërore të Egjiptit. Emërimi i tij u përcoll me dyndjen e bijve të Izraelit në Egjipt. Kjo në Kur'an përshkruhet kështu: pastaj kur ata hynë te Jusufi, ai i mori prindrit e tij pranë vetes dhe u tha: hyni në Egjipt të sigurt, nëse dëshiron Zoti. Siç shpjegohet në Kur'an, të bijtë e Izraelit që banuan në paqe dhe siguri në Egjipt, përfundimisht humbën pozitën e tyre në shoqëri dhe me kohë u robruan. Nga vargjet e cekura në Kur'an, mësojmë se bijtë e Izraelit ishin në atë gjendje kur Musa u paraqit në skenë. Siç përshkruhet në Kur'an, Musa i shkoi te faraoni si pjesëtar i një fisi të robruar, përgjigje arrogante që pasoi që faraoni dhe paria e tij ja bën Musait a.s. dhe Harunit a.s. na e bën të ditur këtë fakt. Ata thanë: a të besojmë ne në dy njerëz si vetë ne dhe duke qenë populli i tyre në robërinë tonë? Siç përshkruhet në këto vargje, egjiptianët i kishin robruar të bijtë e Izraelit dhe i kishin bërë ata shërbëtorë të vet. Për të mbajtur dhe imponuar këtë sistem të robërisë, egjiptianët përdorën metodat shtypjes. Kjo shtypje u ushtrua gjerë në shkallën e vënies nën kontroll të tërë popullatës izraelite. Shtimi i popullatës mashkullore, i konsideruar si një sfidë mbi jetesës së vetë egjiptianëve, u pengua, gjersa popullata femërore u shfrytëzua për të shërbyer atyre. Kjo gjendje përshkruhet në vargjet në të cilat Zoti u drejtohet bijve të Izraelit: përkujtoni kur ne ju shpëtuam nga populli i faraonit. Ata po ju sprovonin me dënimin më të rëndë, duke ju vrarë bijtë tuaj dhe duke lënë gjallë gratë tuaj. Këtu pati një sprovë të madhe për ju nga Zoti juaj. Përkujtoni kur ne ju shpëtuam nga populli i faraonit, i cili po ju sprovonte me dënimin më të rëndë, duke vrarë bijtë tuaj dhe duke lënë gjallë gratë tuaja. Këtu pati një sprovë të madhe për ju nga Zoti juaj. Religioni mbizotërues në tokën egjiptiane ishte trashëgimia e zakoneve të adhurimit të idhujve të paraardhësve të faraonit. Ky religion i padrejtë besonte në ekzistencën e zotrave të shumtë. Faraoni në anën tjetër besoi se ishte një zot i gjallë. Ishte pikërisht ky besim që ju dha faraonëve një fuqi të tillë mbi njerëzit që ishin në sundimin e tyre. Faraoni dhe paria sunduese e tij e pan Musain si një kërcënim për mënyrën e jetës tyre të diktuar nga religioni i paraardhësve të tyre
pasi që sipas këtij religioni ishte faraoni ai që zotronte gjithë fuqinë dhe madhështinë. Arroganca e faraonit, përpjekja e tij për të ruajtur kontrollin dhe konsiderimi i Musait dhe i Harunit si rival të tij, dëshmohen me këto fjalë të faraonit dhe parisë të tij, me të cilat ata i drejtohen Musait dhe Harunit. Ata i thanë: "A ke ardhur te ne që të na largosh nga ai besim të cilin i gjetën baballarët tanë ta ndjekin dhe që ju të dy të mund fitoni madhështinë në tokë? Ne nuk do t'ju besojmë ju të dyve." Në pajtim me religionin e paraardhësve të tij, faraoni pohonte se ishte Zot. Ai shkoi aq larg sa të pohonte se ishte Zoti i tyre më i lartësuar. Faraoni, duke thënë: "Unë jam Zoti juaj më i lartë", për shkak të bestytnisë së tyre, faraoni dhe paria e tij e konsideronin veten si qenie hyjnore. Arroganca e tyre buronte nga fakti se ata ishin shumë larg dashurisë, përkujdesjes dhe mëshirës, që janë norma të urdhëruara nga religioni i ri. Si rrjedhoi e arrogancës tyre, ata besonin se kishin të drejtë t'i jepen mizorisë. Zoti i referohet mendësisë tyre në vargun vijues tek faraoni dhe krerët e tij, por ata u sollën me paturpsi dhe qenë popull arrogant e mburavec. Faraoni kishte ndikim aq të madh tek njerëzit e Egjiptit, sa që të gjithë i nënshtroheshin plotësisht atij. Ata besonin se faraoni ishte i vetmi zotërues i tërë tokës së Egjiptit dhe lumit Nil. Faraoni ju drejtua njerëzve të tij duke thënë: "O populli im, a nuk më takon mua sundimi i Egjiptit dhe i këtyre lumeve që rrjedhin poshtë meje? A nuk shihni pra, me të drejtë thuhet se Nili do të thotë jetë për Egjiptin. I tërë Egjipti mvarej nga Nili për bujqësi. Nili u ishte të lashtat, furnizonte me ujë të pishëm si kafshët ashtu edhe njerëzit. Sipas faraonit dhe parisë tij, i vetmi pronar i ujrave të Nilit dhe i vetë tokës ishte faraoni. Secili në Egjipt pranonte në heshtje fuqinë e tij dhe i bindej sundimit të tij. Për të siguruar pushtetin e tij dhe për t'i nënshtruar njerëzit e tij, faraoni kishte përçar ata në grupe të veçuara dhe me ndihmën e këshilltarëve të besuar të tij nga mesi i tyre i sundonte këto grupe të dobësuar. Në një varg, Zoti na tërheq vëmendjen për këtë gjendje. Faraoni ngriti veten shumë lart në tokë dhe i ndau njerëzit në të në sekte, duke dobësuar, shtypur një grup prej tyre e duke vrarë bijtë e tyre dhe duke lënë gjallë gratë. Vërtet që ai që e prej shtypësve, tiran. Para lindjes Musait, Egjipti ishte një vend i mëkatshmërisë dhe çoroditjes. Duke u bazuar krejtësisht në dallime racore, njerëzit robëroheshin dhe torturoheshin. Pa ndonjë arsyetim të qartë, faraoni urdhëroi të vriteshin që të gjithë fëmijët e gjinisë mashkullore të izraelitëve që ishin në sundimin e tij. Por më tepër, i zhytur në mendjemadhësi dhe mizori, ai e konsideronte veten Zot në tokë. Me anë të vendosjes së një sistemi të sundimit, faraoni mbante çdo gjë në kontrollin e tij dhe i bënte njerëzit të nënshtroheshin atij. Në këto rrethana, Musai u dërgua atje si i dërguari i Zotit për t'i dhënë fund shtypjes dhe mizorisë, për t'ju përkujtuar njerëzve se Zoti ynë është Allahu, për t'ju mësuar atyre fenë e re dhe për t'i shpëtuar të bijtë e Izraelit nga robëria. Lindja e Musait alayhis salam. Siç u tha dhe në kapitullin e mparshëm, Musai lindi në një kohë fatkeqe. Madje edhe në momentin e lindjes së tij, jeta e tij ishte në rrezik. Faraoni urdhëroi që të gjithë fëmijët e gjinisë mashkullore të vriten dhe femrat kurseheshin për të robëruar. I zënë në grack në rrethana të tilla, Musai ishte i shtyrë të jetonte një jetë vështirë në mesin e robërve nën kërcënimin e vazhdueshëm e vdekje. Nëna e tij ishte shumë e brengosur për të deri në momentin kur u frymëzua nga Zoti. Dhe ne e frymëzuam nënën e Musait, duke thënë: "Jepi gjie atij, po kur të kesh frikë për të, atëherë hidhe në lum, dhe mos ke frikë dhe as mos u pikëllo. Sigurisht që ne do ta sjellim atë përsëri tek ti dhe do ta bëjmë atë për i të dërguarve tanë."
Zoti e udhëzoi nënën e Musait dhe i tha asaj që ta vendoste atë në një ark dhe ta lëshonte të lundrojë në lumin Nil. Po qese ushtarët e faraonit kurdoherë do të mësonin për lindjen e tij. Pasi që friksoi për jetën e djalit të saj, ajo veproi sipas asaj që ju frymëzua. Duke mos ditur se ku dhe si do ta kishin mbartur ujërat djalin e saj, ajo e vendosi Musai në një ark dhe lëshoi në ujërat e lumit Nil. Mirëpo, me frymëzimin nga Zoti, ajo e dinte se ai në fund do t'i kthehej asaj dhe do të bëhej i dërguar i Zotit. Zoti, krijuesi dhe gjithë përfshirësi, krijoi Musain dhe nënën e tij dhe i lejoi të dinë për fatin e tyre. Më vonë, Zoti përkujtoi Musain për faktet e fëmirisë tij të hershme në këtë mënyrë, kur ne e frymëzuam nënën tënde, duke thënë: vendose në ark dhe hidhe në lum, det. Pastaj lumi, deti, do ta nxjerrë në breg dhe atje ai që është armiki imi dhe i tij do ta marr. Në këtë pikë do duhet të shtjellonim në hollësi temën e fatit. Zoti, si tregohet në vargun më lart, i tha nënës Musai ta lëshonte djalin në ujë dhe e bëri me dije atë se faraoni më vonë do ta gjente dhe se Musai në fund do t'i kthejë asaj si një i dërguar i Zotit. Me fjalë të tjera, se Musai do të vendosej në ark dhe do të lëshojë në lum, se atë do ta gjente dhe për të do të përkujdesej faraoni dhe se ai përfundimisht do të bëhej njëri prej profetëve. Të gjitha ishin të ditura që më parë. Kjo për arsye se të gjitha këto ngjarje ishin parapërcaktuar nga Zoti, në pajtueshmëri me vullnetin e tij dhe që ai i lejoi nënës Musai të mësojë për këtë para se kjo të kishte ndodhur. Këtu duhet përmendim se të gjitha hollësitë që kanë të bëjnë me jetën e Musait ishin të paracaktuara në sytë e Zotit, dhe se të gjitha ishin jetësuar sikurse ishte paracaktuar. Përmbushja e frymëzimit hyjnor që ju shfaqën nënës Musait ishte e mundur me anë të zhvillimit të kushteve të panumërta të paracaktuara nga fati. Shmangja e ushtarëve të faraonit dhe arritja e Musait në pallatin e faraonit, pa u fundosur, vareshin nga përmbushja e disa kushteve. Këto janë ato kushte. 1. Arka në të cilën ishte vendosur Musai foshnjë duhet të ishte e papërshkueshme nga uji. Prandaj, ai që e konstruktoi arkën duhet ta punonte në atë mënyrë që ajo të mund të lundronte. Për më tepër, forma e arkës ishte një faktor i rëndësishëm sa i përket shpejtësisë lundrimit në ujë. S'duhej as të lundronte shumë shpejt dhe as ta kalonte pallatin e faraonit, e as shumë ngadalë, duke u ndalur kështu para se të arrinte tek pallati. Arka duhet ishte e punuar pikërisht në formën e duhur që të mund të lundronte me shpejtësinë e duhur. Gjithë këta faktorë përbënin hollësitë e shumta të paracaktuara si pjesë e fatit të zdrukthtarit, i cili e punoi arkën tamam ashtu siç duhej. 2. Rryma e ujit që e kishte bartur arkën s'duhet ishte as shumë e shpejtë e as shumë e ngadalshme, por të kishte shpejtësinë e duhur. Kjo do të ishte e mundshme vetëm me llogaritjen e saktë të sasisë e rreshjeve të shiut që formuan sasinë e ujrave të Nilit për minutë. Kjo sasi e ujit bën gjithashtu pjesë në hollësitë e ndërlikuara të fatit paracaktuar nga Zoti. 3. Errët gjithashtu duhet të kenë ndikuar në mënyrë të përshtatshme në lëvizjen e arkës. Domethënë, errët gjithashtu fryn në përputhje me një fat të paracaktuar. Ato duhet të kenë fryrë as shumë shpejt që ta largonin arkën, as në drejtim të kundërt që t'ja ndrronin drejtimin dhe as shumë ngadalë që t'ja ngadalsonin shpejtësinë. 4. Gjersa arka ishte në lum, askush s'do të mund ta gjente. Domethënë, askush përveç atij që duhej ta haste në të apo ta vrente atë. Rrjedhimisht, në pajtim me një fat të paracaktuar, secili që jetonte përgjatë lumit Nil nuk ishte qenë afër apo se kishte vënë re ark. Në fakt, këto rrethana ishin të gjitha pjesë e fatit të parapërcaktuar nga Zoti. 5. Sikurse jeta e Musait
Jetrat e faraonit dhe të familjes tij gjithashtu u rregulluan në pajtim me një fat të paracaktuar. Ata duhet ishin pikërisht në vendin e dur dhe në kohën e dur në mënyrë që të gjenin Musain. Familja e faraonit do të mund të kishte planifikuar të vinte te bregu i lumit më herët. Ajo që i kishte shtyrë ata të shkojnë atje pikërisht në atë kohë, ishte fati i tyre. Këto janë vetëm disa prej rrethanave që lejuan faraonin të gjejë Musain. Të gjitha kishin ndodhur pikërisht ashtu siç i ishte frymëzuar nënës Musait. Në të vërtetë, premtimi që Zoti i dha nënës Musait dhe të gjitha ngjarjet e tjera që kishin ndodhur të gjitha dhe ishin përmbushur pikërisht siç ishin paracaktuar tashmë nga Zoti. Ngjarjet që kishin të bëjnë me fatin e Musait nuk ishin të kufizuara, vetëm ato ngjarje që i rrëfyem gjërmë tani. Secili moment i jetës tij ishte me kujdes i paracaktuar në pajtim me një fat veçantë. As vendi, as viti i lindjes tij, as njerëzit me të cilët ishte i rrethuar ai, as nëna apo babai i tij nuk ishin përcaktuar sipas zgjidhjes tij. Ishte Zoti që paracaktoi gjithçka dhe krijoi secilin prej tyre. Ky fakt u shpall gjithashtu nga profeti Muhammed alayhis salam, i cili tha: gjithçka bëhet me urdhër, madje edhe pa aftësia dhe aftësia. Një vlerësim më i thellë i këtyre ngjarjeve do të na mundsojë që të kuptojmë më mirë se si secili moment i jetrave tona është i lidhur ngushtë me fatin tonë. Përmes shembujve të shumtë, tregimi për Musain na mundson të mendojmë për kuptimin dhe thurjen e fatit të tij. Me hollësitë e lloj-llojshme të tregimit për Musain, Zoti na përkujton se jeta e një individi, sikurse dhe jetrat e të gjithë njerëzimit dhe e tërë gjithësia, janë të lidhura ngushtë me fatin që ai ka paracaktuar. Po ashtu sikur që Musai qëndroi në Nil në pajtim me fatin e tij, ashtu edhe faraoni dhe familja e tij u shtyn të arrijnë tek vendi ku do të takonin Musain. Nga ngjarjet që kanë të bëjnë me këtë temë, mësojmë se familja e faraonit ishte sjellur pikërisht sikurse i ishte frymëzuar më parë nënës Musait. Domethënë, ata e kishin marrë Musain nën përkujdesjen e tyre, pa qenë të vetëdijshëm se çfarë barte e ardhmja për ta. Pastaj, atë e mori familja e faraonit që ai të mund të bëjë për ta një armik dhe burimi i pikëllimit të tyre. Me të vërtetë që faraoni dhe Hamani dhe pasuesit, trupat e tyre, ishin mëkatar. Dhe gruaja e faraonit tha: një burim kënaqësie për mua dhe për ty. Mos e vrisni atë, mbase mund të jeti dobishëm për ne, ose mund ta birësojmë atë si djalin ton. Dhe ata nuk e kuptonin dot përfundimin e kësaj pune. Dhe kështu, faraoni dhe familja e tij, plotësisht të pavetëdijshëm se çfarë do t'u sjell fati, gjetën Musain dhe e birësuan si djalin e tyre. Në të vërtetë, ata kishin vendosur ta mbajnë atë me shpresë se fëmia një ditë do t'u sillte përfitim. Ndërkohë, nëna e Musait ishte e brengosur për djalin e saj, sepse nuk e dinte se çfarë i kishte ndodhur atij. Për ta përballuar këtë situatë, Zoti ia forcoi zemrën e saj. Dhe zemra e nënës Musait mbeti e zbrazët. Ajo që gati ta zbulonte të vërtetën, po të mos e kishim forcuar ne zemrën e saj, që ajo të mund të mbetej prej besimtarëve. Dhe ajo i tha motrës tij: ndiqe atë. Kështu ajo e përcjell atë nga larg fshektas, ndërsa ata nuk e shihnin dot. Dhe ne së pari e bëm atë Musain, ti refuzoi të gjitha mëndeshat, derisa erdhi ajo, motra e Musait, dhe tha: atë ju tregoj unë për një familje që do të ushqej atë dhe do të arrit atë për ju dhe që do të kujdeset mirë për të. Kësaj, ne e kthyem atë te nëna e tij që asaj të mund t'i qetësoshin syt, e të mos pikëlloj, dhe që të mund kuptonte se premtimi i Zotit është i vërtetë. Por shumica e tyre nuk e din këtë. Musa i Foshnjë refuzoi të gjitha mëndeshat. Domethënë nuk piu qumshtin e tyre
sepse sipas fatit të përcaktuar për të, Zoti kishte urdhëruar që ai të pinte vetëm qumshtin e nënës tij. Kjo ndriçon faktin se gjithçka njerëzit dëshirojnë është gjithashtu në pajtim me fatin e paracaktuar nga Zoti. Ashtu siç i ishte frymëzuar nënës së tij, profeti Musa më në fund u kthye tek familja e tij. Në tregimin për Musajin, Zoti sqaron se ai shpesh krijon situatat që duken të jenë të vështira dhe pa rrugdalje të dukshme, dhe se ngjarjet që perceptohen si fatkeqësi shumë lehtë mund të ndodhë të jenë bekime të mrekullueshme. Një nënë e frikësuar nga kërcënimi që foshnja e saj mund të vritet nga ushtarët mizor, për ta shpëtuar atë, e lëshon foshnjën të lundrojë në ujërat e një lumi. E njëjta foshnjë mandej birsohet nga familja më e fuqishme e vendit, e cila në fund e kthen foshnjën tek familja e saj, sepse foshnja refuzon të gjitha me ndeshjet e saj. Secila nga këto ngjarje është një mrekulli në vete që demonstron përsosmërinë e skajshme të fatit urdhëruar nga Zoti. Për besimtarët, secili detaj i fatit njeriut në fund rezulton të jetë një bekim. Siç mund të shihet në shembullin më lart, nganjëherë Zoti përgatit të tilla të mira për ne përmes rrethanave më të papritur. Musai alayhis salam ikën nga Egjipti. Musai alayhis salam ikën nga Egjipti. Në Kur'an rrëfehet ngjarja në vazhdim nga jeta e Musait. Dhe ai, Musai, hyri në qytet ku banorët e tij qenë të pavëmendshëm dhe gjeti atje dy burra që po ziheshin. Njëri nga pala e tij, ndërsa tjetri nga armiqtë e tij. Njeriu i palës tij i kërkoi atij ndihmë kundër armikut të tij, kështu që Musai e qelloi atë me grusht dhe e mbyti atë. Ai tha: "Kjo është punë prej punëve të shejtanit. Ai me të vërtet është armik që orientues dhe humbës i qartë." Ngjarja e sipër përmendur na shfaq një situatë në të cilën Musai ishte dëshmitar i një zënke në të cilën merrte pjesë një njeri nga fisi i tij, pas së cilës pa vlerësuar se kush kishte drejt, ai u mora anë duke goditur tjetrin. Edhe pse qëllimi i tij ishte ta mbyste atë, ai vdiq nga goditja. Profeti Musa e pa se bëri mëkat. Parimi moral i kësaj ngjarje është se kur një person është në gabim, është e padrejtë të përkrahet vetëm se i takon anës palës së njëjtë. Musa i e quan veprimin e tij të gabuar, domethënë pandehjen e tij të epërsis njeriut nga vetë fisi i tij, si punë prej punëve të shejtanit. Me të vërtetë, çështja e përfolur këtu është një çështje që i ka sjellur urrëtie dhe luftra njerëzimit gjatë historisë dhe kështu vazhdon të jetë gjë në ditët tona. Obsesioni patriotik i njeriut ndaj familjes së tij, fisit, shokëve apo racës dhe refuzimi i asaj që është e drejtë për këtë qëllim kanë qenë shkaktar kryesor të shumicës konflikteve dhe mizorive të kryera në histori. I alarmuar nga ndërgjegja e tij, Musai për njëherë kuptoi se kjo ndjenjë ishte një e keqe që vinte nga ndikimi i shejtanit dhe prandaj kërkoi strehim, mbrojtje nga kjo tek Zoti dhe u pendua. Në vargjet vijuese lexojmë për qasjen shembullore dhe të ndërgjegjshme të përvetësuar nga Musai. Ai tha: "Zoti im, i bëra keq vetes sime. Më fal." Pastaj Zoti e fali atë. Vërtet që ai është gjithnjë, falës i madh, i gjithëmëshirshëm. Ai tha: "Zoti im, për atë që ti më ke nderuar, unë kur më s'do të jem ndihmës i keqbërësve." Musa i pranoi gabimin e tij, atë të mbrojtjes së njeriu në kundërshtim me drejtësinë vetëm pse ai ishte nga fisi i tij. Megjithatë, ky lloj qëndrimi paragjykues ishte i zakonshëm për njerëzit e Egjiptit. Me të dëgjuar për vrasjen e paqëllimit të Musait, njerëzit e fisit tjetër të shtyrë nga ndjenja raciste mund të ishin hakmarrë duke vrarë Musain. Ishte frikë e asaj që mund të ndodhte ajo që e shqetësoi Musain. Mëngjesi e gjeti atë në qytet, të frikësuar dhe në pritje të asaj që do të ndodhte, i frikësuar për pasojat e vrasjes. Kur shtë shoh,
Njeriu që i kishte kërkuar atij ndihmë një ditë më parë, kërkoi përsëri ndihmë nga ai. Musa i tha atij: "Me të vërtetë që ti je humbës dhe nga tërëstari i qartë." Pra, Musa i s'mund të mbante më vendin e tij në shoqërinë e faraonit. I brengosur për sigurinë e tij, Musa i kaloi natën duke u ruajtur nga çfarëdo e keqe e mundshme nga faraoni dhe njerëzit e tij. Të nesërmen, ngjarja e cila rrëfehet në vargun e Mesipër ndodhi. Njeriu i cili kërkoi ndihmën e Musait një ditë më parë, erdhi tek ai me një kërkesë të ngjashme, këtë herë kundër një njeriu tjetër. Siç bëhet e ditur në këtë varg, ai shpresonte që Musai t'i ndihmonte edhe një herë tjetër, duke u bazuar në faktin se ishte pjesëtar i fisit të tij. Megjithatë, Musai u shmang përsëritjes së gabimit të njëjtë. I vetëdijshëm se shoqëruesi i tij nuk kishte drejt, ai refuzoi t'i ndihmonte. Atëherë shoqëruesi i Musait përnjëherë u kthye kundër tij dhe filloi ta kritikonte. Ai përmendi kundër Musait vrasjen e paqëllim që Musai kreu një ditë më parë, por kur po mundohej ta kapte njeriu që ishte armiku i atyre dyve, burri tha: "O Musa, a don të më vrasësh edhe mua sikur e mbyte një njeri dje? Ti vetëm dëshiron të bëhesh tiran në tokë dhe nuk don të jesh prej atyre që bëjnë mirësi e drejtësi. Sidoqoftë, edhe pse vrasja u krye pa qëllim, Musa i merri si njeri që kishte vrarë një egjiptian." Ndërkohë faraoni dhe krerët e tij diskutuan dënimin e Musait, madje edhe mundësinë e ekzekutimit të tij. Dikush që dëgjoi bisedën erdhi të paralajmëroi Musai. I brengosur për thurjet komplotit ndaj tij, Musai u largua nga Egjipti. Një njeri erdhi duke vrapuar në skaj më i largët i qytetit e duke thënë: "O Musa, e vërtet se krerët janë mbledhur të këshillohen së bashku për ty për të të vrarë. Prandaj largo. Vërtet që jam prej atyre që të këshillojnë për të mirë." Kështu ai u largua prej aty i friksuar dhe duke u ruajtur, duke thënë: "Zoti im, më shpëto prej popullit keqbërës." Këto fakte për jetën e Musait na japin njohuri për personalitetin e Musait gjithashtu. Duket që ai të ketë qenë një njeri mjaft gjaknxehtë. Gjatë përleshjes ai menjëherë mori anën e njeriut nga fisi i tij dhe pastaj goditi dhe pa qëllim mbyti kundërshtar. Në fund, duke u friksuar për jetën e tij, ai iku nga Egjipti. Mund të fitohet përshtypja se Musai duhet ketë qenë gjithnjë gjaknxehtë gjatë gjithë kohës në të cilën ndodhen këto ngjarje. Sidoqoftë, pas bisedës me Zotin, Musai mësoi të ketë frikë vetëm nga Zoti dhe të kërkojë mbrojtje, strehim vetëm tek ai. Ky është një shembull shumë i mirë për mënyrën se si Zoti forcon karakterin e njeriu. Ikja për në Medjen dhe vendosja e tij atje. Musai la pas vetes faraonin, njeriu i cili e kishte rritur sikurse edhe popullin e faraonit, dhe shkoi në Medjen. Medjeni është një rajon përtej shkretirës së Sinait në lindjet e Egjiptit, që korespondon me skajin jugor të Jordanit sot. Tek ujërat e Medjenit, Musa i takoi dy gra që nuk mund t'i jepnin për të pirë ujë tufës tyre deleve, duke dashur t'ju shmangeshin barinjve të tjerë. Por si që rrëfejnë vargjet e Kuranit, Musa i dukej si një njeri tejet i edukuar dhe i besueshëm. Pra, gratë nuk nguruan t'i afrohen atij. Ato i shpjeguan se ato duhet kullotnin tufën e deleve të babait tyre, nga se ai ishte njeri i thyer në moshë, por s'kishin mundur ta bëjnë këtë për shkak të barinjve. Atëherë Musa i ndihmon ato, duke quar tufën e tyre të deleve për t'i dhënë ujë. Dhe kur arriti te ujërat e Medjenit, gjeti aty disa burra që po u jepnin ujë baktive dhe aty pranë pa dy gra që po e ndalonin prapa tufën e tyre. Ai u tha: "Si është puna me ju?" Ato thanë: "Ne nuk mund t'i japim ujë tufës sonë, derisa barinjt i kenë larguar tufat e tyre. Dhe babai ynë është burrë tepër i thyer në moshë. Kështu ai u dha për to ujë tufës së tyre." Vargjet ofrojnë një shembull të karakterit të sjellshëm dhe mirdashës të Musait. Ai u afrohet dy të huajave, i ndihmon ato edhe fiton respektin e tyre.
Në anën tjetër, duhet nënkuptohet se njerëzit, të përmendur si barinjt, japin përshtypjen e një qëndrimi krejtësisht kundërt me atë të Musait. Kjo është e qartë nga fakti se femrat me sa duket ju shmangeshin atyre ndonse zgjodhen të bisedojnë me Musain. Këta njerëz mund t'jenë dukur të dyshimt për nga pamja e tyre. Zoti di më së miri. Mund të arrijmë në përfundimin se një musliman duhet me kujdes t'i shmanget sjelljes karakteristike për njerëzit e përmendur këtu si barinjt. Muslimanët duhet jenë shembull si Musai, i cili u soll me mirësi, modesti dhe çiltërsi. Siç sugjeron shembulli i Musait, një musliman duhet të zhvillojë sjellje teje të kultivuara dhe të jetë i besueshëm, cilësi këto që duhet jenë menjëherë dallueshme në të. Gjithashtu duhet përmendim faktin se Musai gjithnjë shfaq një temperament që shërben si shembull i nënshtrimit sinqert ndaj Zotit. Duke lënë gjithçka të dashur në tokën e Egjiptit ku ishte rritur, ai nuk e kishte fare idenë se çfarë i sillte ardhmja. E vetmja gjë e sigurt ishte se asgjë në jetën e tij më s'do të ishte si më parë. Megjithatë, edhe pse ai nuk e dinte, Zoti tashmë kishte paracaktuar se çfarë do t'i ndodhte. Musai u lut kësisoj, dhe pastaj u ktheu shpinën dhe shkoi në një hije dhe tha: Zoti im, sigurisht që unë kam nevojë për çfarëdo mirësie që ti mund të më dhurosh. Sinqeriteti i njeriut në lutje është dëshmie të kuptuarit të tij të faktit se Zoti ka fuqi të bëjë çdo gjë, se të gjitha të mirat dhe fatkeqësitë vijnë vetëm prej tij, dhe se njeriu s'ka tjetër ndihmues a mbrojtës përveç Zotit. Lutja e Musait e cituar në vargjet e mësipërme është një lutje e bërë në nënshtrim të plotë ndaj Zotit, nga dikush që ka vetdije të plotë për këtë të vërtetë. Me të vërtetë, Zoti ju përgjigj lutjes së sinqertë të Musait dhe derdhi prej mëshirës së tij mbi të. Mirësia që tregoi Musai ndaj dy grave rezultoi me një fillim të një jete plotësisht të re për të. Gjersa Musai ishte duke pushuar, njëra prej dy grave ju afrua dhe njoftoi për ftesën e babait saj në shenjë falënderimi për ndihmën e tij. Pastaj atij ju afrua njëra nga dy gratë duke ecur e turpëruar, edhe tha: Babai im të fton që të mund të të shpërblej për atë që u dhe uj për ne të u fëson. Kështu kur shkoi tek ai dhe i tregoi gjithçka i kishte ndodhur, ai tha: Mos u frikso. Ti ke shpëtuar prej një popull i keqbërës. Musai ju lut Zotit ton me sinqeritet, duke ju lutur për çfarëdo mirësie që ai do t'i dhuronte. Zoti ju përgjigj lutjes tij dhe pas kërcënimit që u kanos për jetë, e udhëzoi atë tek njerëzit që do t'i ndihmonin dhe ofronin siguri. Musai kishte karakter të fortë dhe ishte njeri i besueshëm për shkak të sjelljeve të tij. Me të vërtetë, femrat, pavarësisht nga ajo që ishin të kujdesshme ndaj barinjve, i besuan Musait dhe i folën atij. Por më tepër njëra nga femrat ju lut babait saj që ta punësonte Musain, duke e parë se ishte i fortë dhe i besueshëm. Dhe njëra prej tyre tha: Punësoje atë baba. Vërtet që njeriu më i mirë për të punësuar është dikush që është i fortë dhe që mund t'i besosh. Me këto fjalë, vajza në mënyrë të qartë i shpreu babait saj se ajo e konsideronte Musain si një njeri të besueshëm. I bindur për besueshmërinë e tij, plaku vendosi që të martoi vajzën e tij me Musai. Mirësjellja e dallueshme e Musait ishte faktori kryesor që ndikoi në vendimin e plakut, i cili ja bëri këtë propozim atij. Ai i tha: Vërtet që unë dëshiroj që ti të marrësh për grua njërën prej këtyre dy bijeve të mia, me kusht që ti të më shërbesh mua për 8 vjet të plota, por nëse i mbush 10 vjet, do të jetë një mirësi prej teje. Por nuk kam për qëllim që të vë në vështirësi. Nëse do Allahu, ti do të më gjesh mua prej të drejtëve. Ai, Musai, tha: Kjo u vendos mes meje dhe teje. Cili ndo prej afateve që unë i përmbush, nuk përbën pa drejtësi për mua. Allahu është dëshmitar për çfarë po themi. Musai pranoi propozimin e plakut,
i cili siç kuptojmë nga Kurani duhet këtë qenë një prej besimtarëve të vërtet dhe filloi jetën e tij në Medjen. Kështu Zoti s'pari e siguroi Musain duke bërë që ujërat e Nilit ta bartin atë tek pallati i faraonit pa u fundosur. Mandej, gjersa kishte jetën në rrezik në Egjipt, ai e shpëtoi atë për të dytën herë dhe udhëhoqi në një jetë të qetë në Medjen. Ata që bëjnë vepra të mira do të shpërblehen me mirësi më të mëdha dhe s'do të kenë pse të friksohen në atë ditë. Arritja e tij në luginën Tuva dhe frymëzimi i parë. Musai respektoi marrëveshjen që bëri me plakun dhe qëndroi në Medjen për shumë vite. Në fund të kohës së përcaktuar, domethënë kur marrëveshja si erdhi fundi, Musai dhe familja e tij u larguan nga Medjeni. Gjatë udhëtimit, Musai pa një zjarr në largësi në njërën anë të malit Sinai, ka i cili po kalonte me familjen e tij. Musai mendoi se do të mund të sjellë një deg të ndezur nga zjarri për t'u ngrohur ose të merrte ndonjë lajm që andej, pasi që Musai e kishte përmbushur afatin e përcaktuar dhe po udhëtonte me familjen e vet. Vrejti një zjarr në njërën anë të malit Tur. Ai i tha familjes vet: "Qëndroni këtu. Kam parë një zjarr." Mbase mund të sjellë që andej në një lajm ose ndonjë deg të ndezur nga zjarri që të mund të ngroheni. Kujto kur Musai i tha familjes vet: "Vërtet që pash një zjarr. Unë do t'ju sjell që andej ndonjë lajm ose së paku një deg të ndezur që të mund të ngroheni." Kujto kur ai pa një zjarr dhe i tha familjes së tij: "Pritni këtu. Vërtet që shoh një zjarr. Mbase mund t'ju sjell një deg që andej ose mbase gjej ndonjë udhëzim atje." Kjo ngjarje është treguese edhe një tipari tjetër të karakterit shembullor të Musait. Musai është një person shumë i vëmendshëm, i cili me kujdes vlerëson çdo gjë që ndodh rreth tij. Ai e din që Zoti përcakton të gjitha ndodhit në pajtim me një fat caktuar dhe me urtësinë hyjnore. Për këtë arsye, Musai gjithmonë i mirëpret ngjarjet apo rrethanat e ndryshme duke shpresuar të nxjerrë ndonjë përfitim prej tyre. Vrejtja e zjarrit në mal dhe vlerësimi i situatës nga ai është mënyrë të menduarit veçantë të një besimtari vigjilent. Vendimi i tij që të shkojë vetëm duke lënë familjen prapa për të siguruar për sigurinë e tyre është gjithashtu një urtësi shembullore që ju dhurua nga Zoti. Biseda e Zotit me Musain alayhis salam. Kur Musai shkoi te zjarri në mal, ai u mirëprit nga një ngjarje e mrekullueshme. Ati ju drejtua Zoti nga një shkur. Aty, Zoti rrëfen për këtë frymëzim të parë në Kuran si vijon. Por kur arriti aty, një zë e thiri atë nga ana e djathtë e luginës bekuar nga një shkure. O Musa, unë jam Zoti yt, Zoti i gjithë botrave. Dhe kur arriti aty, një zë e thiri në emër. O Musa, unë jam Zoti yt, zbathi këpucët, sandalet, se ti me të vërtet që ndodhesh në luginën e shenjtë Tuva. Dhe unë të kam zgjedhur ty, kështu që dëgjo mirë se çfarë të frymëzohet ty. Sigurisht që unë, vërtet unë jam Allahu. Nuk ka zot tjetër veç meje. Kështu që ma adhuro dhe plotëso rregullisht faljen e namazit për përkujtimin tim. Ky ishte frymëzimi i parë që Musai pranoi, që e nderonte atë si të dërguar të Zotit, rangu më i lartë që një qenie njerëzore mund të arrijë në këtë botë. Një pikë e rëndësishme meriton vëmendje këtu. Zoti i drejtohet Musait. Zoti e thret Musain nga një dru. Zoti ishte mjaft afër Musait sa t'i drejtohet atij drejt për drejt. E vërteta megjithatë është, Zoti është gjithnjë aq afër sa për t'ju drejtuar kujtdo. Për shembull, gjatë leximit të këtyre rreshtave, Zoti është afër teje. Është aq afër sa të flas me ty, të dëgjoj zërin tënd dhe t'ju bëj të dëgjoni zërin e tij. Ai mund na dëgjojë edhe nëse ne përshpërisim.
Zoti rëfen këtë fakt në Kuran me këtë varg: Zoti është më afër njeriut se sa vetë vena e qafës së tij. Pasi që i tha Musait se zëri që dëgjon i takon Zotit të tij, Zoti e pyeti atë për shkopin e tij: Dhe ç'është ajo që ke në dorën tënde të djathtë, o Musa? Ai u përgjigj: Ky është shkopi im mbi të cilin unë mbështetem, me të cilin shkund gjethe nga pemët për delet e mia dhe më shërben edhe për punë të tjera. S'ka dyshim se Zoti e dinte çfarë Musai mbante në dorë. Megjithatë, për ta udhëzuar Musain dhe për t'ia njoftuar atij urtësinë e tij, Zoti i tha që ta hidhte shkopin. Hidhe shkopin tënd. Por kur ai e pa atë të përdridhej si ti ishte gjarpër, u kthye dhe iku dhe nuk shikoi prapa. Kur Musa i pa shkopin e tij të shndrohej në gjarpër, e pushtoi frikë. Megjithatë, kjo ngjarje ishte parapar të jetë një mësim me anë të cilit Zoti mësoi Musain të mos friksohej ndaj askujt përveç tij dhe të mos i nënshtrohej askujt tjetër veç tij. Mos ki frikë, Musa. Vërtet që të dërguarit nuk friksohen para meje. Ai tha: Kape atë dhe mos ki frikë. Ne do ta kthejmë në gjendjen e mëparshme. Në pajtim me urdhrin, Musai mori shkopin e tij. Ky shkop më vonë do të bëhet një mrekulli që do të përdoret kundër faraonit. Pas kësaj, Zoti i dha Musait mrekullinë e dytë: Fute dorën tënde në gji, do të dalë plotësisht e bardhë dhe pa dëmtuar fare. Siç na njoftojnë vargjet e mësipërme, dora e Musait u shfaq plotësisht e bardhë, si një mrekulli nga Zoti. Musai u shqetësua dhe u ndjej i friksuar nga këto gjëra. Megjithatë, Zoti e urdhëroi të merrte veten dhe të shkonte me këto mrekulli te faraoni, dhe vëri duart në hije që të çlirohesh nga frika. Këto janë dy dëshmi nga Zoti yt për faraonin dhe krerët e tij. Vërtet që ata janë një popull në rrugë të gabuar. Musai alayhis salam kërkon Harunin alayhis salam si shoqërues të tij. Përgjigjet e Musait ndaj frymëzimeve të Zotit janë përplot me shembuj të shumtë të sinqeritetit të tij. Musai i tha Zotit sinqerisht se kishte frikë, se nguronte dhe ndjente pasiguri dhe kërkoi udhëzimin e Zotit. Për shembull, ai shprehu brengën e tij se do të mund të vritej nga ndonjë egjiptian që kërkonte hakmarrje, për shkak se kishte vrarë një egjiptian tjetër. Ai gjithashtu tha se ishte i brengosur për paaftësinë e tij që të shprehej rrjedhshëm, duke u friksuar se s'do të mund t'i drejtohej faraonit ashtu si i takonte një dërguar. Për këtë arsye kërkoi që vllai i tij, Haruni, që fliste më rrjedhshëm se ai, ta shoqëronte. Ai tha: Zoti im, unë kam vrarë një njeri prej tyre dhe kam frikë se do të më vrasin. Dhe vllaun tim, Harunin, që është më i aftë në të shprehur se unë, dërgoje pra edhe atë me mua si ndihmës për të më vërtetuar mua. Vërtet se kam frikë që do të më quajnë gënjeshtar. Harunin, vllaun tim, ma shto fuqinë me të dhe bëje të ketë pjesë në detyrën time, që ne të lavdrojmë ty shumë dhe të përkujtojmë ty shumë. Prandaj, duhet kuptojmë se arsyeja tjetër pse Musa i kërkoi që Haruni të ishte shoqëruesi i tij, ishte që t'i ndihmonte që më mirë të përkujtonte Zotin. Ai mendoi se shoqërimi nga një person tjetër do ta shtynte atë që ta lavdronte dhe ta lartësonte atë më shumë. Me të vërtetë, shoqërimi me besimtarë të tjerë dhe inkurajimi shpirtëror reciprok i tyre janë thelbësore në shmangjen e pavëmendshmërisë, për të cilën arsye në shumë vargje të Kuranit Zoti e këshillon besimtarët të jenë të bashkuar. Ky është një mësim tjetër që besimtarët duhet ta nxjerrin nga tregimi për Musai. Kërkesat e Musait u pranuan nga Zoti. Zoti shpalli se Harunit i ishte lejuar ta shoqëronte Musai në mënyrë që ta mbështeste atë në misionin e tij te faraoni,
si edhe për t'i dhënë forcë atij. Ai, Zoti, pa dyshim që ne do ta forcojmë krahun me vllain tënd dhe me anë të shenjave tona do t'ju japim të dyve fuqi, që ata të mos jenë në gjendje të dëmtojnë ju. Ju të dy dhe ata që do t'ju ndjekin pas, do t'jeni fitimtar. Edhe një varg tjetër në rrëfen të njëjtën ngjarje si vijon. Ai tha: O Zoti im, ma hap mua gjoksin dhe lehtëso më detyrën time, dhe zgjidh më nyjen nga gjuha, ma largo mangësinë të shprehur, që ata të kuptojnë fjalën time, më cakto një ndihmës nga familja im. Musa i tha: Vërtet që ti je për ne gjithnjë gjithvëzhgues. Ai, Zoti, i tha: Të është pranuar tashmë kërkesa, o Musa. Me vlerësimin e kërkesave të Musait, shohim se ai i shfaqi të gjitha dobësitë e tij vetjake me çiltërsi para Zotit dhe se u lut dhe kërkoi udhëzim nga Zoti. Çiltërsia e lutjes tij është shembull për të gjithë njerëzit. Njeriu duhet t'i lutet Zotit me përulje dhe me sinqeritet, duke qenë i vetëdijshëm se është i dobët dhe i kufizuar në praninë e Zotit, i cili përmban gjithçka nën kontrollin e tij të përgjithshëm. Zoti di gjithçka dhe dëshmon për secilën vepër në të cilën përfshihet njeriu. Por më tepër, ai di edhe mendimet e njeriu. Duke qenë kështu, s'ka nevojë që të mbahet fshehur çka do qoftë nga Zoti. Si përfundim, secili duhet i drejtohet Zotit me sinqeritetin dhe zemër të lirësinë që ai përndryshe s'do t'ia shfaqte njerëzve të tjerë. Historia e Musait, alayhis salam, dhe fshehtësia e fatit. Në malin Sinai, Zoti i dha Musait lajmin e mirë se ai do të lejonte vllaun e tij Harunin ta shoqëronte. Pastaj, Zoti ja përkujtoi Musait mirësitë që ai më parë ja kishte dhuruar atij. Dhe sigurisht që ne të dham mirësi ty edhe një herë tjetër më parë, kur ne frymëzuam nënën tënde duke i thënë: vendose atë në ark dhe hidhe në lum, det pastaj lumi, deti do ta nxjerrë në breg ku një armik i imi dhe i tij do ta marrë atë. Dhe unë të brumos aty me dashuri prej meje, me qëllim që ti të rriteshe në mbikëqyrjen, syrin tim. Kujto kur motra jote shkoi dhe tha: aty tregoj unë një grua që do të kujdeset për të. Kështu ne të rikthyem te nëna jo, që asaj t'i qetësoheshin syt dhe të mos pikëlloj. Pastaj ishe ti që e mbyte një njeri dhe ne të shpëtuam nga një fatkeqësi e madhe dhe të sprovuam me shumë sprova. Pastaj ti qëndrove disa vite në mesin e popullit Medienit. Pastaj ti erdhe në kohën e përcaktuar që unë urdhërova për ty, o Musa, dhe unë të zgjodha ty për veten time. Këto vargje shfaqin fshehtësinë e fatit, për të cilin mjaft njerëz janë të pavetëdijshëm ose mezi e kuptojnë. Që nga koha kur ishte foshnjë gjerë në kohën kur ai ishte zgjedhur si i dërguar, Musa i kaloi çdo moment të jetës tij në pajtim me atë që Zoti paracaktoi për të në të kaluarën e përjetshme. Por brenda këtij fati nuk ka asgjë tjetër përveç përmbushjes së vullnetit të Zotit. Për shembull, siç e tham edhe më herët, me mira hollësi të çastit të paracaktuara nga Zoti për fatin e Musait, bën të mundshme arritjen e arkës tek familja e Faraonit. Është gjithashtu e mundshme për të parë shtrirjen në të cilën fazat e mëvonshme të jetës së Musait ishin për brenda kufive të fatit të tij. Musa i përfshi edhe një zënk dhe ikën nga qyteti për në Medien, ku ai takon 2 gra. Këto gra s'mund të japin deleve të pinë ujin sepse u shmangeshin barinj. Në këtë situatë, Musa i ofroi ndihmë. Musa i fitoi besimin e këtyre grave dhe si shpërblim për mirësinë e treguar, filloi një jetë të re në Medien pas propozimit babait të tyre plak. Kur erdhi koha e përcaktuar, Musa i lëshoi Medienin me familjen e tij, duke u kthyer. Pa një zjarr, ku atij ju drejtua Zoti
dhe u zgjodh si i dërguar i Zotit. Arka, që bartë Musain foshnje duke lundruar me hamendje nëpër lumin Nil, marrja e tij nga familja e faraonit, rritja e tij në pallat, vrasja e pa qëllim që ai i kreu, ikja e tij nga Egjipti, takimi i tij me dy vajzat, shumë vitet kaluara me plagun, mënyra se si krijoi familje, kthimi në Egjipt, drejtimi i Zotit atij dhe hollësitë tjera të panumërta të cilat nuk përmenden në Kur'an, të gjitha ndodhen në pajtueshmëri me fatin e Musait, që Zoti vetë se kishte paracaktuar para lindjes tij. As edhe një ngjarje vetme nga këto ngjarje s'ka mundur të mos ndodhte apo të ndodhte ndryshe, sepse jetët tona janë të ngjashme me një film të xhiruar në një videokaset. Është e pamundshme të largohet edhe një tablo e vetme nga fati i njeriut, sikur që s'mund të bëhet kjo me një tablo nga shiriti filmik. Fati i një njeriu, me secilin moment veçantë në të, është një tërësi e pacënueshme. Gjithashtu, në vargjet e cituara më lart, përmendet fakti se udhëtimi i Musait në luginën e shenjtë të Tuvës ishte në pajtueshmëri të plot me fatin e tij. Pastaj ti erdhe këtu në kohën e përcaktuar që unë urdhërova për ty, o Musa. Kjo çështje kërkon t'i dhurohet vëmendje e posaçme. Fati për të cilin bëhet fjalë këtu nuk është një gjë e veçantë vetëm për Musait. Lindja e Musait ishte pjesë e fatit të nënës Musait, që ajo do të lindte Musain një ditë caktuar dhe bile edhe në një orë të caktuar, ishte gjithashtu pjesë e fatit të saj. Por nëna e Musait kishte prindër gjithashtu. Ishte fati i nënës së nënës së Musait ta lindte atë. Kjo mënyrë të menduarit gjithashtu vlen edhe për babain e Musait, edhe për anëtarët e tjerë të familjes së tij. Zdrugtari, i cili punoi arkën që barti Musain të poshtë lumit, gjithashtu konstruktoi atë sepse në fatin e tij ishte paracaktuar që ai ta bënte këtë. Punimi i arkës nga ai ishte paracaktuar për të para se ai të lindte. Prindrit e këtij zdrugtari gjithashtu jetuan jetët e tyre në harmoni me një fat të caktuar. Le të marrim parasysh zënkën në të cilën u përfshi Musai. Kjo zënk ndodhi po në atë moment kur Musai ndodhi të ishte aty. Nga një pikpamje më e thjeshtësuar, njeriu do të mund të thoshte, po të kishte ndodhur kjo në një kohë tjetër, Musai do të kishte qenë atje dhe ngjarjet do të kishin marrë një rrjedh krejt tjetër. Megjithatë, ky do të ishte një vlerësim i gabueshëm. Zënka ndodhi po në atë moment që duhet të ndodhte dhe u zhvillua në atë mënyrë që duhet zhvillohej. Arsyeja për këtë është se edhe zënka ishte e paracaktuar nga Zoti. E njëjta rregull e fatit gjithashtu vlen edhe për pjesëmarrësit e tjerë në zënk. Arsyet që shkaktuan zënkën, si edhe njeriu që e këshilloi Musain të ikë nga qyteti, duke treguar se po bëhej konspiracion kundër tij. Në fundit, edhe barinjtë afër lumit me djenit, si edhe dy femrat që Musa i takoi, të gjitha këto përbënin pjesët e domosdoshme të këtij fati. Janë profetët e Zotit ata që më së miri kuptuan faktin se gjithçka ndodh sipas urdhrave të paracaktuara nga Zoti. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, i cili është një shembull i shkëlqyeshëm për të gjithë besimtarët, ka thënë: nëse të ndodh ndonjë fatkeqësi, mos thuaj vetëm po të kisha vepruar në këtë apo në atë mënyrë, do të kishte qenë kështu apo ashtu. Por më mirë thuaj, Zoti e ka urdhëruar këtë dhe ka bërë çfarë ai ka dashur, sepse vërtet fjala i hap udhën të bërave të shejtanit. Kur të vlerësohen të gjitha këto së bashku, bëhet e qartë se jo vetëm Musai, por gjithashtu dhe gjithçka që kishte të bëjë me jetën e tij, e krijoi një pjesë të fatit të tij. Një vlerësim më i thellë dhe më i detajuar do të na ndihmonte të kuptojmë se ne të gjithë jemi pjesë të njëjtit fat. Në jetën tonë, ne gjithashtu i ekspozohemi ngjarjeve të paracaktuara në të kaluarën e përjetshme nga Zoti i Gjithfuqishëm. Ne të gjithë ishim të lidhur me fatin e paracaktuar për ne. Momenti i vdekjes son do të jetë gjithashtu pjesë të njëjtit fat. Fati është në realitet një dituri hyjnore që rrethon gjithçka ekziston.
kurse të gjitha hollësitë e jetës Musaj, duke përfshirë edhe bërjen e tij të dërguar, ishin të paracaktuara për të. Të gjitha hollësitë që lidhen me jetrat e gjithë njerëzimit, sikur edhe vetë jetrat tuaja, të gjitha janë të paracaktuar. Për më tepër, fakti që ju do ta lexoni këtë libër dhe të informoheshit për jetën e Musait, ishin të gjitha të paracaktuara për ju shumë kohë para se të lindte Musai. Fati është një tërësi në vetvete dhe mbulon gjithçka. I lirë nga vullneti i çfarëdo qenie tjetër përveç Allahut, fati përcaktohet vetëm nga ai. Për më shumë informacion, ju lutem t'i referoheni librit Përjetëshmëria dhe realiteti i fatit dhe Përjetëshmëria tashmë ka filluar të të njëjtit autor.